Horoskopi javor për datat 5 janar deri më 11 janar 2025. Dashi. Kjo javë fillon me një rritje të energjisë fal hyrjes së Marsit në shenjën tuaj, duke përforcuar shtysën tuaj natyrore. Një projekt emocionues në punë mund të kërkojë vëmendjen tuaj, duke çuar në përparime të ardhshme. Përqafoni bashkëpunimin. Puna në grup sjell zgjidhje inovative që nuk i kishit marrë në konsiderat. Në frontin e marrëdhënieve, Venus indikon në një komunikim më të butë dhe më të dhëmshëm me të dashurit, duke lejuar lidhje më të thella. Financiarisht është koha për të qenë të kujdesshëm, pasi mund të lindin shpenzime të papritura, megjithse këto nuk duhet të prishin planet tuaja. Në shëndetësi, kanalizoni energjinë dinamike të kësaj jave në aktivitete fizike për të ruajtur ekuilibrin dhe për të lehtësuar stresin. Ndërsa java mbyllet, kaloni kohë duke reflektuar mbi qëllimet personale për të përafruar ambicjet tuaja me dëshirat e vërteta. Një ftesë spontane shoqërore mund t'ju prezantojë me dikë të rëndësishëm. Mos harroni, durimi dhe këmbëngulja janë aleatët tuaj ndërsa lundroni nëpër kompleksitetet dhe mundësitë e javës. Demi. Këtë javë ju fton të dilni nga zona juaj e rehatisë, ndërsa Mërkuri inkurajon eksplorimin dhe të mësuarit. Përqafoni mundësitë për të fituar aftësi të reja ose për të zgjeruar njohuritë tuaja. Një bisedë e papritur në mesjavë mund ta ndryshojë perspektivën tuaj në një mënyrë pozitive. Në dashuri, Venus i qëndrueshëm ofron harmoni. Ushqeni marrëdhëniet tuaja me ngrohtësi dhe mbështetje të butë. Shprehja e vlerësimit për ata përreth jush do të forcojë lidhjet. Financiarisht, ndikimet sporadike qiellore sugjerojnë të qëndroni konservator me investimet. Planifikimi dhe durimi do të shpërblehen. Sa i përket shëndetit, gjetja e ekuilibrit midis pushimit dhe aktivitetit është çelësi. Jepini përparësi gjumit dhe praktikave të ndërgjegjshme për mirëqenien e përgjithshme. Mund të shfaqen shanse të papritura për zhvillim personal. Jini gati të shfrytëzoni këto momente. Ndërsa afrohet fundjava, zhytuni në ndjekje krijuese ose aventura në natyrë për të rigjallëruar shpirtin tuaj. Mos harroni, vëmendja ndaj detajeve këtë javë mund t'ju ndihmojë të zbuloni mundësi të papara që mund të çojnë në ndryshime emocionuese. Binjakë. Përshtatshmëria është pika juaj e fortë këtë javë, pasi energjitë luhatëse nxisin ndryshimin. Marsi rrit komunikimin duke favorizuar negociatat dhe prezantimet. Siguroni qartësi dhe saktësi për të shmangur keqkuptimet. Përqafoni ide dhe bashkëpunime të reja për të nxitur rritjen. Dashuria lulëzon me aspektin mirë dashës të Venusit. Gjestet romantike të papritura ndriçojnë ditët tuaja, duke përforcuar lidhjet emocionale. Në aspektin financiar, rishikimi i buxhetit tuaj ndihmon në sqarimin e prioriteteve. Megjithse shmangni shpenzimet e nxituara që premtojnë më shumë se sa japin. Shëndeti ju sheh me humor të mirë. Ruajeni këtë duke përfshirë rutina argëtuese fitnesi dhe aktivitete shoqërore. Ndërsa java zhvillohet, shfaqet një mundësi për të mësuar ose për të dhënë mësim, duke përfituar nga dashuria juaj për ndarjen e njohurive. Shfrytëzojeni këtë përvojë për të zgjeruar horizontet tuaja. Fundjava mund të sjellë pushim qetësues ose përvoja pasuruese kulturore. Zgjidhni çfarëdo që qetëson mendjen dhe shpirtin tuaj. Me kreativitet dhe spontanitet, kjo javë mund të jetë një trampolin drejt përmbushjes intelektuale dhe emocionale afatgjatë. Gaforria. Përgatituni për një javë që kërkon ekuilibër midis angazhimeve personale dhe profesionale. Ndikimi i hënës rrit intuitën, besoni instinkteve tuaja kur lundroni në situata komplekse. Mesjava mund të tregojnë ndjeshmëri të shtuar. Përdoreni këtë për të lidhur thellë me të tjerët, duke nxitur rritjen emocionale. Në çështjet e karrierës, durimi dhe planifikimi strategjik sjellin sukses. Rezistoni ndaj vendimeve impulsive që prishin stabilitetin. Marrëdhëniet lulëzojnë në autenticitet. Shprehni nevojat tuaja me ndershmëri për të forcuar lidhje. Financiarisht, menaxhimi i kujdesshëm parandalon rreziqet e mundshme të shpenzimeve të tepërta. Në shëndetësi, ruani ekuilibrin përmes praktikave të vetëdijes. Meditimi ose yoga mund të jenë veçanërisht të dobishme. Drejt fundit të javës, kreativiteti arrin kulmin. Angazhohuni në ndjekje artistike ose filloni projekte që përputhen ngushtë me zemrën tuaj. Aktivitetet shoqërore mund të ofrojnë perspektiva freskuese nëse qaseni me një mendje të hapur. Mos harroni, përdorimi i inteligjencës emocionale dhe qëndrueshmërisë forcon aftësinë tuaj për të harmonizuar detyrat me dëshira. Kjo është një kohë për të ndërtuar themele të qëndrueshme për përpjekjet e ardhshme. Luani. Forcat dinamike këtë javë ju inkurajojnë të shkëlqeni në role udhëheqëse.
ndërsa shtrirjet qiellore nxisin vetbesimin dhe karizmën tuaj. Në punë, kapja e mundësive inovative mund të çojë në njohje, por sigurohuni që planet tuaja të jenë të strukturuara mirë për të shmangur gracka. Sa i përket marrëdhënieve, prania ngrohëse e diellit nxit harmoninë. Besoni zemrës suaj dhe komunikoni hapur për të zgjidhur çdo problem të mbetur. Financat kërkojnë vigjilencë. Shikoni shpenzimet dhe identifikoni potencialet e kursimit pa sakrifikuar cilësinë e stilit të jetesës. Shëndeti shenjë rritje, me nivelet e energjisë që mbështesin ushtrime rigoroze ose rutina të reja mirëqenjeje. Ndërsa java përparon, prioritizoni projektet personale ose hobi që fuqizojnë kreativitetin tuaj. Angazhimet shoqërore mund të ofrojnë mundësi për të zgjeruar rrethet tuaja, duke futur kontakte me ndikim. Gjatë fundjavës, lidhja me natyrën ose angazhimi në soditje solo sjell qartësi dhe qetësi mendore. Përqafojeni këtë periudhë me energji. Magnetizmi juaj natyror dhe pikpamja pozitive janë çelësi për t'i kthyer aspiratat në arritje. Virgjëresha. Këtë javë përqendrohet në reflektimet e brendshme dhe arritjet e jashtme. Ndërsa Merkuri nxjerr në pa aftësitë tuaja analitike, sqaroni qëllimet tuaja dhe ndërmerrni veprime strategjike në ndjekjet e karrierës. Mundësitë e ardhshme mund të çojnë në përparim të konsiderueshëm nëse planifikohen siç duhet. Në marrëdhëniet personale, Venusi ju këshillon të tregoni durim dhe mirëkuptim, duke hapur rrugën për pajtimin e dallimeve dhe për të kultivuar lidhje. Financiarisht, yjet nxisin planifikim të kujdesshëm. Rishikoni buxhetet dhe përshtatuni në përputhje me rrethanat për të ruajtur stabilitetin. Shëndeti kërkon vëmendje. Balanconi kërkesat me pushime duke siguruar mirëqenjen tuaj. Meditimi dhe kujdesi për veten mund të rrisin ndjeshëm qëndrueshmërinë tuaj. Ndërsa fundjava afrohet, mund të ndjeni një dëshirë bindëse për të pastruar dhe organizuar gjërat, duke reflektuar qartësinë tuaj të brendshme në mjedisin tuaj. Angazhimi në aktivitete që sjellin gëzim dhe relaksim ju rigjallëron, duke ndihmuar në menaxhimin e stresit. Mos harroni, duke kultivuar një mendësi mirënjohje dhe vetëdije, ju hapni rrugë drejt qëndrueshmërisë dhe zhvillimit kuptimplot personal dhe profesional. Peshorja. Këtë javë ju inkurajoheni të nxisni harmoninë ndërsa peshorët e ekuilibrit dominojnë peizazhin tuaj kozmik. Me Marsin dhe Venusin në pozicione të favorshme, sharmi juaj bën mrekulli në ndërmjetësimin e konflikteve, duke ndihmuar si në fushat profesionale ashtu edhe në ato personale. Në punë, projektet bashkëpunuese përfitojnë më shumë nga prekja juaj diplomatike. Aftësia juaj për të përzier elemente të ndryshëm mund të arrijë rezultate mbresëlënëse. Në marrëdhënie, mirësia dhe dialogu i hapur forcojnë lidhjet. Përdoreni këtë kohë për diskutime të sinqerta. Financiarisht, përmbajtja ndihmon në menaxhimin efektiv të burimeve. Shmangni blerjet impulsive që mund të ndihen të panevojshme më vonë. Sa i përket shëndetit, përqendrohuni në balancimin e aktivitetit me pushimin. Provoni yoga ose tai chi për harmoni. Ndërsa java mbaron, angazhimet shoqërore mund të ofrojnë përvoja ngritëse. Përqafoni mundësitë që zgjerojnë horizontet tuaja. Kreativiteti gjithashtu mund të lulëzojë, duke ofruar rrugë për të eksploruar interesa të reja. Duke praktikuar drejtësi dhe mirëkuptim, ju krijoni një atmosferë ku ju dhe ata përreth jush gjeni paqe dhe përmbushje. Akrepi. Këtë javë ju pret një transformim i thellë, ndërsa shtrirjet qiellore nxisin vetanalizën dhe vendosmërinë. Marsi dhe Mërkuri nxjerrin në pa intelektin tuaj, duke favorizuar kërkimin dhe angazhimin e thellë në punë. Projekte që kanë nevojë për fokus intensiv lulëzojnë. Në dashuri, Venusi frymëzon intimitet dhe lidhje. Bisedat e hapura dhe cenueshmëria mund t'i thellojnë ndjeshëm marrëdhëniet. Rastësisht, financat mund të kërkojnë vigjilencë. Shmangni investimet me rrezik të lartë dhe përqendrohuni në forcimin e bazës suaj financiare. Ruajtja e shëndetit mbështet këtë periudhë energjike. Eksploroni format e ushtrimeve që nxisin pasionin, siç janë artet marciale ose vallëzimi. Ndërsa java kulmon, universi ofron momente retrospektive dhe largpamësie. Reflektoni mbi përvojat e kaluara për të udhëhequr veprimet e ardhshme. Krijimi i rrjeteve ose bashkimi me ngjarjet e komunitetit mund të prezantojë aleat me ndikim. Mos harroni, me të menduarit strategjik dhe inteligjencën emocionale, ju mund të shndërroni situatat komplekse në mundësi të fuqishme për rritje dhe ripërtëritje. Përqafoni energjitë transformuese dhe krijoni shtigje që përputhen me thelbin e vetes suaj autentike. Shigjetari. Një javë zgjerimi dhe mundësish hapet para jush, ndërsa yjet favorizojnë udhëtimin, të mësuarit dhe zgjerimin e horizonteve. Mërkuri inkurajon eksplorimin dhe shkëmbimin e ideve.
kënaqni kuriozitetin tuaj dhe ndani vizionin tuaj. Sa i përket karrierës, mund të shfaqen rrugë të reja duke ofruar sfida emocionuese, por duke siguruar që të qëndroni të bazuar, pasi ekuilibri është thelbësor për progresin. Në romancë, Venusi mbjell shpresë dhe gjallëri. Qoftë beqar apo të përkushtuar, përvojat mbeten të lehta dhe pasuruese. Financiarisht, strategjitë e larmishme të kursimit dëshmohen të mençura për të stabilizuar dhe mbështetur ambicjet e ardhshme. Për shëndetin, nivelet e energjisë përmirësohen. Jepni përparësi aktiviteteve në natyrë që angazhojnë shpirtin tuaj aventuresk. Ndërsa mbërrin fundjava, ndjekjet kulturore ose udhëtimet spontane kënaqin dëshirën tuaj për të udhëtuar, duke ofruar takime të rastësishme për të frymëzuar perspektiva të reja. Ky është momenti juaj për të kapur mundësitë, duke i përshtatur veprimet me aspiratat. Potenciali i pakufishëm bëhet realitet. Me pozitivitet dhe entuziazëm, ecni përpara me besim drejt rritjes personale dhe ndriçimit. Britsjapi. Kjo javë ju fton të ndërtoni mbi ambicjet tuaja të jashtëzakonshme. Vendosja e fokusit në avancimin strategjik ju pozicionon drejt suksesit. Me Marsin që energjizon sektorin tuaj, përballuni me projektet me fokus, mundësitë për promovim ose njohje janë të mundshme. Sa i përket marrëdhënieve, Venusi inkurajon diskutime me zemër të hapur. Shprehni emocionet tuaja për të thelluar lidhjet. Nëse jeni beqar, ngjarje shoqërore mund të sjellin takime kuptimplote. Financiarisht, rishikoni planet afatgjata për të siguruar qëndrueshmëri. Investimet e kujdesshme ja vlejnë. Për të ruajtur shëndetin dhe motivimin, integroni pushime të rregullta dhe rutina të ekuilibruara në regjimin tuaj. Mesjava, një fazë produktive mbështet rafinimin e qëllimeve. Merrni në konsiderat rivlerësimin e prioriteteve për të qëndruar në përputhje me aspiratat personale. Drejt fundjavës, aktivitetet e fokusuara në familje ose në shtëpi ushqejnë dhe rivendosin, duke sjellë një përzierje të kënaqshme qetësie dhe kënaqësie. Lëshoni disiplinën tuaj të lindur për të kthyer qëllimet në arritje. Duke kombinuar vendosmërinë me fleksibilitetin, ju krijoni shtigje për një javë të plotë dhe të përmbushur përpara. Ujori. Këtë javë nxjerr në pa inovacionet dhe lidhjet me komunitetin. Fluksi i Mërkurit dhe Venusit fton sipërmarrje bashkëpunuese dhe ndjekje imagjinative. Angazhohuni me rrjetet ku rrjedhin ide krijuese, duke forcuar aspiratat e karrierës dhe duke hapur mundësi të reja. Në dinamikën personale, shprehni empati dhe zgjuarsi. Këto cilësi rrisin kënaqësinë në marrëdhënie. Romanca sjell kënaqësi të papritura, duke ndezur gëzim dhe kuriozitet. Financiarisht, siguroni fitime duke planifikuar, krijoni një strategji të fuqishme për investime ose kursime. Mirëqenia lulëzon në rutinë. Prezantoni teknika relaksimi duke nxitur qartësinë mendore. Ndërsa java përparon, përpjekjet në punë vullnetare ose kauza sociale mund të ngrenë moralin, duke dhënë qëllim. Një projekt artistik mund të tërheqë interesin tuaj. Kanalizoni spontanitetin në ndjekje krijuese për vetëshprehje. Me një qasje të menduar mirë dhe një zemër aventureske, kjo periudhë është plot me potencial për inovacion dhe shoqëri. Mos harroni, përmes bashkimit me shpirtra me mendje të ngjashme dhe hapjes ndaj ideve të reja, ndriçimi personal dhe komunal është i arritshëm. Peshqit. Këtë javë fton introspeksionin ndërsa fuqitë intuitive rriten në ndikimet hënore. Analizimi i ëndrave dhe dëshirave tuaja përgatit terrenin për njohuri kuptimplote. Mërkuri favorizon komunikimin, angazhohuni në biseda të përzemërta, duke rritur mirëkuptimin në marrëdhënie. Venusi bekon dhe mshurinë, duke nxitur lidhje më të thella me të dashurit dhe potencialisht duke nxitur përvoja romantike freskuese. Në aspektin e karrierës mund të shfaqen koncepte inovative. Puna në grup rezulton e dobishme për progresin. Financiarisht, rishikimi i buxheteve nxit stabilitetin. Ndiqni zgjedhje të kujdesshme për qetësi mendore. Shëndeti përfiton nga qetësia. Prioritizoni aktivitete si muzika ose shëtitjet në natyrë për ekuilibër mendor. Ndërsa java përparon, ndjekjet krijuese dhe artistike ofrojnë strehim dhe gëzim. Jini të hapur për të zbuluar talente të fshehura. Kërkoni ngushëllim në vetmi nëse është e nevojshme, duke lejuar për të rritje shpirtërore dhe qartësi. Kjo periudhë ka të bëjë me lidhje me veten tuaj të brendshme dhe ushqyerjen e ëndrave. Jepni hapësirë për introspeksion dhe universi do të udhëheqë rrugën tuaj drejt aspiratave dhe harmonisë së përmbushur. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë. Për ne është një ndihmë e madhe.